Monika Kryemandi ka shfaqur hapur qëndrimin e saj në rast se do t'i shkonte një ftesë për të marrë pjesë në Big Brother VIP. E pyetur nëse do të pranonte të bëjë pjesë e shtëpisë më të komentuar në Shqipëri, Kryemandi tha se tipi i saj nuk ja lejon që të qëndrojë mbyllur, ndërsa për opinionistët e këtij formati ajo pohoi se do t'i pëlqente, duke marrë parasysh se si Monika Kryemandi është e drejtë për drejtë dhe me deklarata bombë. Mendojmë se do të ishte e duhura për një format të tillë si Big Brother VIP Albania. Por a do të jetë apo jo? Dhe nëse kjo deklarate ish deputetes ka shkuar në veshin e produksionit, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim dhjetorin. Po në Big Brother Monikën a do ta shohim? Kryemandi: o jo, nuk e përballoj dot. Big Brother është për njerëz introvert që rrin të mbyllur, unë nuk rri dot mbyllur. Po si opinioniste, se ti je shumë e fortë në opinionet e tua. Kryemandi: opinioniste do ta bëja, mund të jem çike drejt për drejt për shkak se ndoshta mendoj që ka ikur koha e të qenurit me Lajle Lule, sepse njerëzit nuk kanë kohë për të humbur. Mendoj që është koha për të folur drejt për drejt dhe t'i fusësh njerëzit në temë. Ndoshta mund të jem interesante në Big Brother, por nuk e di sa produktive do jem për produksionin sepse mund të krijoj probleme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.